Ish-banorja e Big Brother VIP 4 Valbona Mhilli ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një lajm të trisht, ajo ka humbur një njeri të shtrenjtë. Moderatorja njoftoi se gjyshja e saj ka ndëruar jetë dhe ikja e saj i theu zemrën sërish. Valbona ka publikuar në Instastory një fotografi ku gjyshja shfaqet e shtrirë në krevat dhe pranë saj qëndron bashkëshorti. Mhilli shkruan se ata të dy kanë qenë shembull që dashuria e vërtet ekziston dhe nuk vdes kurrë. Gjithashtu ajo shton se ngushëllimi i vetëm për këtë humbje është se tani ajo është bashkë me babain e saj. Nuk kam besuar te dashuria, por ju të dy, gjyshi e ti nana, ishit shembulli im që dashuria e vërtet ekziston dhe nuk vdes kurrë. Sot zemra na u thye sërish. Gjyshi mbeti vetëm i pikolluar dhe me shpirt të lodhur, sepse ti ishe jeta e ti, drita e çdo dite. Nana u theva prap, tani ike edhe ti, por ngushëllimi i vetëm është që sot jeni bashkë me babin, aty ku nuk ka më dhimbje, vetëm paqe. Ne mbetëm këtu me lot, malle kujtime që nuk shuhen kurrë. Dashuria juaj do të jetojë përgjithmonë në zemrat tona, shkruan Valbona. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.